Komuna e Gostivarit vitin e kaluar ka realizuar 97% të buxhetit të saj të planifikuar. Kjo u tha sot në seancë të Këshillit Komunal nga Jeton Osmani nga sektori për financa dhe buxhet, gjatë prezantimit të llogarisë vjetore komunale për vitin 2024. Ai tha se realizimet të madh ka te dotacionet, nga të cilat edhe përbëhet shuma më e madhe e mjeteve në buxhet, ku vitin e kaluar nga mbi 1 miliard e 400.000 denar, mbi 970 milion denar kanë qenë nga dotacionet. Llogaria vjetore e komunës e buxhetit të komunës së Gostivarit për vitin 2024 është nga e planifikuara gjithsej të hirave 1 miliard 407.349.165 denar. Kemi arritur të realizojmë 1 miliard 369.509.305 denar, pra diku rreth 97% të planifikuarës. Pra, nga ata gjithsej të hirat tatimore nga planifikimi prej 222.349.165 denar, kena arritur të realizojmë 211.034.106 denar. Nga të hirat jo tatimore, planifikimi gjithsej nga 40.845.280 denar, kena arritur të realizojmë 31.275.085 denar. Të hirat kapitale nga gjithsej të planifikuara 13.897.856 denar, kena arritur të realizojmë tukina edhe ma të larta nga e planifikuara, pra 13.473.626 denar. Këshilltarja e LSDM-s Ema Neshkovska tha se mënyra se si është dorëzuar këshilltarëve llogaria përfundimtare nuk kuptohet asgjë. Od вкупните приходи на общината 1 милиарда и 369 милиони. Nga të ardhurat e përgjithshme të komunës për 1 miliard e 369 milion denar, vetëm 211 milion apo vetëm 15% janë të ardhurat tatimore ose të ardhurat personale të komunës nga tatimi mbi pronën, që është shumë pak për të pasur një komunë funksionale. Komuna nuk mbledh tatime dhe në të njëjtën kohë ndërtohet dhe zgjerohet dhe nevojat e qytetarëve rriten. Në këtë mënyrë nuk mund të servisohen as nevojat themelore dhe të afrohen shërbimet ndaj qytetarëve. Nga ana tjetër kemi transfere deri te organizatat jo qeveritare prej 10 milion e 350.000 denar, që në një gjendje të këtij financiare të komunës, kjo vërtet është luks. Neshkovska pyeti edhe se sa është borxhi komunës së Gostivarit dhe sa para janë paguar për lejet e ndërtimit. Për këto pyetje asaj u tha se do të marrë përgjigje me shkrim. Pika e llogarisë vjetore komunale për vitin e kaluar kaloi me 17 vota për, 11 të përmbajtura dhe asnjë kundër.